Kandidati presidencial I opozitës Stevo Pendarovski preq rezultatet e zgjedhjeve lokale në qendër vitin e kaluar të shumë fishon në të gjithë Maqedoninë edhe më 13 dhe 27 prill. Pas takimeve të cilat Pendarovski ka patur me qytetarët në 15 ditët e kaluara, ka parë se disponimi I qytetarëve në mënyrë dominonte është në anën e opozitës dhe kandidimit të tij. Pendarovski mendon se lista zgjedhore është larg asaj të jetë pastruar dhe është I bindur se edhe përkat të gjithë parregullsive të dektuara si nga ana LSDM-s ashtu edhe nga ndërkombëtarët, opozita do të fitojë në këto zgjedhje. Ai tha se Maqedonisë nevojitet presidenti të gjithë qytetarëve dhe jo një varësi politike, por edhe nuk planifikon që të jetë vartës politik nëse zgjidhet në 27 prill pa marrë parasysh kush formon qeverinë. Banorët e qendrës nuk lejuan që Pusteci të zgjedh kryetarin e komunës. A do të lejojnë tani qytetarët të Maqedonisë të përsërit tentimi I Pustecit? Për fat të keq, lista zgjedhore nuk është larg asaj të jetë pastruar dhe këtu mundimet tona mendoj të opozitës dhe të ndërkombëtarëve nuk dhan fryt sepse pushteti është këmbëngulës që të mbajë atë strukturë të votuesve, por unë jam I bindur se edhe me të gjithë parregullsitë opozita do të fitojë në këto zgjedhje.